Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim një ëmbëlsirë shumë të dashur për të gjithë shqiptarët. Do ju tregoj të gjitha sekretet dhe çfarë duhet të keni parasysh që t'ju dalen sa më të mira. Do të përgatisim tollumbat dhe nuk e keni idenë se sa thjesht, sa lehtë dhe sa shpejt mund t'i përgatisni në shtëpi. Përpara se të fillojmë nga puna, nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës. Shpejt fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim shërbetin dhe në një tenxhere do të shtojmë 350 ml ujë. Do të shtojmë gjithashtu 400 gram sheqer. Do të shtojmë gjithashtu shumë pak aromë vanilje. Kjo është dhe me dëshirë, por që unë e pëlqej shumë dhe e sugjeroj shumë. Shtojmë edhe pak lëkur limoni. Do të shtojmë edhe 1 apo 2 lugë gjelle lëng limoni dhe do e lëmë kështu derisa të marrë val për 5 deri 10 minuta. Shërbeti sapo ka marrë val, do presim edhe 10 minuta. Shërbetin e kemi gati dhe tani do e kalojmë në një tas tjetër, në mënyrë që të naftohet se ta kemi për më lehtë për të kaluar aty direkt tollumba. Ja, edhe tasin e kemi gati, kalojmë këtu shërbetin dhe lëmë të ftohet, ndërkohë do të vazhdojmë me përgatitjen e tollumbave. Për brumin në një tenxhere të madhe do të shtojmë 300 ml ujë. Tek uji kam shtuar një lugë gjelle të bollshme me vitam, mund të përdorni gjalp ose 2 lugë gjelle vaj. Shtojmë edhe shumë pak krip me majt e gishtave, pak fare. Ujin bashkë me gjalpin i kemi kaluar në zjarr dhe do i lëmë derisa të shkrijë gjalpi dhe të marrë val. Pasi uji ka marrë val, vetëm pasi uji marrë val dhe gjalpi ka shkrirë, do të vazhdojmë të shtojmë ngadalë duke përzier 300 gram miell. Do vazhdojmë ta mbajmë në zjarr për 5 deri 6 minuta dhe kur bëhet dhe mblidhet i gjithë i bashk, është momenti që ta heqim nga zjarri dhe ta kalojmë në një tas të madh, ku edhe do e lëmë të ftohet. Brumin e kam hapur në një tas dhe do e lëmë të ftohet kështu për rreth 10 minuta. Tani që brumi është ftohur, do të shtojmë 3 vezë dhe do vazhdojmë ta përzijemi me mikser. Në bëjmë me mikser ose me duar, si ta keni më të lehtë. Ju është pak e vështirë me mikser, do pak punë derisa të na krijohet një masë homogjene dhe kompakte. Duhet të mundoheni të bëni një brum sa më kompakt dhe homogjen. Në fund fare unë e përzij me spatull. Dhe tani të gjithë sasinë e brumit do e kalojmë në një qese kuzhinë me formë të tillë për të formuar tollumbat. Duhet një tigan apo një tenxhere e madhe ku do të shtojmë 1 litër të plot vaj dhe nuk do e kalojmë në nxehtësi. Ky është edhe një sekret tjetër, që tollumbat hidhen në vaj të ftohtë dhe pastaj kalohen në nxehtësi. Është pak e vështirë që tollumbat të dalin nga kjo qese e kuzhinës. Janë ca fishek që janë të posaçëm për tollumba. Do i presim me gërshërën e lyer me pak vaj dhe kështu do vazhdojmë derisa të mbarojmë gjithë sasinë e tollumbave dhe pastaj do i kalojmë në zjarr. I prisni në madhësinë që ju dëshironi. Unë i kam kaluar në zjarr dhe vaj sapo ka filluar të lëshoj bulsat e para dhe të ngrohet. Kur tollumbat fillojnë na dalin në sipërfaqe dhe fillojnë të marrin ngjyrë, atëherë do i kemi gati. Shikoni pak si po fryen, forma ka mbetur e rregullt dhe këtu duket puna jonë, receta sa e mirë që është apo jo. Kur tollumbat ruajnë formën dhe vazhdojnë të piqen në mënyrë uniforme, do të thotë që kemi bërë një punë të mirë. Nxehtësinë do e mbajmë të ulët në mesatar për të dhënë kohë që tollumbat të piqen mirë në brendësi.
Kuqja e tullumave do të zgjas pak, pra nuk marrin me njëherë atë ngjyrën e kuqes të digjen në sipërfaqe, të mbeten të papikura në brendësi, por piqen avash avash, dhe kështu duhet të jetë. Kemi akoma kohë për të dhënë ngjyrën e bukur, nuk e kam marrë akoma. Po vazhdojmë të kuqen. Se do e shihni se me gjithë se tullumat kanë gjithë të vaj, por kuqen nuk marrin asnjë pikë nga vaji i kuqes. Shikoni pak, kanë marrë këtë ngjyrën e artë të bukur, ideale për tullumba, që tregon se janë bërë shumë mirë edhe në brendësi. Tani këtu afër ka marrë edhe shërbetin, dhe siç janë kështu të ngrohta, do i kalojmë në shërbetin e ftohtë. Theksoj, shërbeti i ftohtë, tullumba të ngrohta. Do i lëm këtu për 3 deri 5 minuta. Pra do i lëm në shërbet për 3 deri 5 minuta dhe pastaj do i nxjerrim në një pjatë. E karakteristike e kësaj recete është se bëhen krokant në sipërfaqe dhe të butë në brendësi. Dhe tani po mbyllim videon. Ju bëf të mirë nëse i provoni dhe faleminderit që e ndoqët videon deri në fund, dhe mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu ju ftoheni sa herë postoj një recetë të re. Shikoni pak, kanë marrë këtë ngjyrën e artë të bukur, ideale për tullumba, që tregon se janë bërë shumë mirë edhe në brendësi. Tani këtu afër ka marrë edhe shërbetin, dhe siç janë kështu të ngrohta, do i kalojmë në shërbetin e ftohtë. Theksoj, shërbeti i ftohtë, tullumba të ngrohta. Do i lëm këtu për 3 deri 5 minuta.